Protesta e SH-s është paralajmëruar si protestë dhunshme dhe afatgjat. Nuk di pse PD-ja e Berishës e ka marrë përsipër paraprakisht këtë zotim, por kam frikë se kjo është një nga ato gjëra që i bën mirë qeverisë në një nga orët e saj më të zeza, kur nuk e ka aq të lehtë ta kalojë me batuta përballjen e zyrtarëve më të lartë të shtetit me drejtësi. Është nga ato raste kur opozita e Berishës më shumë se sa të rrëzojë Ramën, përpiqet ta shfrytëzojë këtë situatë për të eliminuar aktorët e tjerë opozitar brenda PD-s së jashtë saj. Në një farë mënyrë mund t'i arrijë, por jo duke rrëzuar Ramën. Thjesht, çdo i mërzitur me Ramën dhe qeverisin e tij do ta bëjë përsëri me Ramën. Dhe çdo i mërzitur me Berishën do të largohet edhe më shumë nga Berisha, duke prodhuar më shumë dëshpërim se sa shpresë.